Politika e brendshme e Shqipërisë po i afrohet edhe një testit fundit përpara ndryshimeve të mëdha që sjell epoka e re gjeopolitike. Zgjedhjet po afrojnë dhe lufta ka nisur, por ajo që mbush më shumë se çdo herë tjetër mendjet e votuesit janë emigrantët dhe vendi që do të zërë vota e tyre. A janë vërtet përcaktues apo është thjesht një demagogji? Nga ana tjetër, emrat dhe fytyrat që i kërkojnë votën shqiptarëve kryesisht janë po ato të 30 viteve të fundit. Ca me fortunat ka përcyeura me drejtësinë dhe ca në teun e drejtësisë, por kërkesa e tyre mbetet po ajo. Na jepni votën të bëjmë ndryshimin. Ne do të bisedojmë për këtë atmosferë të vjetër me aromë të re, me analistin Ben Andoni. Zoti Andoni, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje dhe mirësevgjet. Atëherë pyetja ime e parë, zoti Andoni, është si i keni parë dy kampet politike në prag të 11 majit, kur duhen dhe 2 muaj nga zgjedhjet e përgjithshme, pra në një renar, siç deklarohet Shqipëria Europiane, përballë Shqipërisë madhështore, lëvizjet, skenarët, kauzat e tyre. Çfarë shqetëson kryeministri Rama që del për ditë në rubrikën Sy më sy, apo çfarë shqetëson liderin e opozitës, zotin Berisha, që del edhe për mbylljen e një platforme, pra dhe bën thirrje për protesta edhe për bojkot të mësimit nga ana e fëmijëve? Më duken pak anakronik. Ju e dini që në fakt tashmë nuk janë 2 kampe, por është edhe një kamp i tretë më i vogël. Unë nëse do të flasim në mënyrë metaforike, kanë ngritur çadrat, po flasim pak me termat mesjetar. Një aleancë e vogël që është aleanca e të djathtës 1912 dhe e partisë së Zotit Shej, janë partitë e vogla pasaj të cilat kanë bërë aktivitetet të jashtëzakonshme, sidomos në vitin e fundit. Por duke u kthyer në 2 partitë e mëdha, të mjafton të shikosh apelativin dhe mua më duken sikur janë jashtë realitetit. Kur thuhet europiane, është diçka më afër kjo e socialistëve, sepse Europa është realitet, por tashmë ju e dini që Europa gjendet përballë një situate që vetë Europa nuk e di se çfarë është. Ndërkohë që Shqipëria e madhërisht me zotit Berisha ka një apelativ krejtësisht metaforik që nuk i shkon fare realitetit. Më duken të dyja partitë e mëdha, siç e thatë ju, më duken që janë realitete që vetë nuk i kuptojnë dhe interesi i tyre është vetëm interesi 11 majit dhe pastaj asgjë tjetër. Dhe kjo është keqardhja më e madhe për publikun, por duket tashmë që do ketë një thyrje të vogël me gati në mos gaboj 250.000 të njerëzit e diasporës të cilët janë regjistruar për të votuar. Se unë besoj në mundimin që ata kanë bërë për të votuar, besoj që vota e tyre është e sigurt. Megjithatë, edhe me pjesëmarrjen e tyre, unë po them që pjesëmarrja e përgjithshme dhe tani nuk kemi pse të fusim kot statisticienët, sepse gjithmonë ju e dini statisticienët thonin që vërtet është poshtë 50%, po një pjesë e madhe e shqiptarëve janë të larguar e tjerë. Tash kemi një realitet që unë përsëri ju them që edhe në këto votime do jetë shumë e vështirë që Shqipëria të kalojë 50%. Çdo të thotë kjo? Që drejtimi këtyre 2 partive, tashmë dhe mendimin e diasporës, bën që ne votojnë më pak se gjysma e popullsisë dhe këta vendosin për fatin e pjesës më të madhe të shqiptarëve. Por çështja që është më problematike në këto momente është pjesa kaotike e tyre. Për shembull, po ta shikoni me kujdes, Partia Demokratike rreshton disa probleme që të gjitha qëndrojnë në fakt, por rreshtimi atyre problemeve në një farë mënyrë u vështirëson jashtëzakonisht puna, sepse një mandat të vetëm është e pamundur që ti të marrësh pas të gjithë shqiptarët që kanë ikur. Në mendimin tim më shumë se 3/4 shqiptarëve që janë larguar nga vendi ynë, do jetë shumë e vështirë të rikthehen në Shqipëri. Ashtu si ajo që është thënë ditët e fundit për arsimin, ka treguar edhe një herë këtë pjesën shumë sipërfaqësore të Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër pjesën e paqartë të Partisë Socialiste. Pse e them këtë? Një reformë e mirë arsimore do angazhim të dyja forcave politike ose të gjithë politikës. Prandaj në momentin që po jemi, po themi është një moment jashtëzakonisht i vështirë, është nga këto momentet e bëshllëkut që tashmë ndjen çdo shqiptar që edhe me këto votime nuk do ndryshojë asgjë. Dhe
gjë që është më e trisht është kjo, që gati 40 e ca emra tashmë në parlamentin e ardhshëm pothuajse i dinë gjithë shqiptarët, dhe ato emra janë jashtëzakonisht gënjyes. Dhe kur